Tani besoj është shumë e qartë për gjithë se kush është nxitësi I gjuhës së urrëties, kush ka qenë nxitësi dhe bullizuesi më I madh I gjuhës që përdoret këtu nga mëngjesi deri në darkë dhe kush është nxitësi dhe urrëtësi dhe njeriu më I përshtirë që mund të ekzistojë në gjithë këtë politikë parlamentare. Jo, është shumë e qartë. Tani meqense ju dëgjova gjithëve dhe keni merakun e njoftimit tim publik. Tani ju sqaroj edhe një herë. Gjuha e përdorur duke më etiketuar si kur kam gënjur dhe mashtruar është totalisht në shkelje të gjithë përgjegjësisë që ka policia e shtetit, të gjithë përgjegjësisë që kryen institucionet publike. Ju e dini fare mirë se një pjesë e juaja janë jurist këtu dhe e din shumë mirë se nëse do të kishte përgjegjësi një polici I shtetit sot do të ishte në arrest. Policia e shtetit ka kryer veprimet e veta në përputhje të plot ligjore dhe kësaj qëndroi nga mëngjesi deri në darkë. Mjafton të shikoni të gjithë bazën ligjore që ky kuvend e ka miratuar që në vitin 2016 dhe po patjetër si produkt I reformës në drejtësi, asaj reforme që po shumë e suksesshme, ka prodhuar sot rezultate konkrete, pavarësisht se jam e bindur që nuk I pëlqen deputetëve të opozitës, patjetër nuk I pëlqen, se është duke treguar përgjegjësi në çdo vendimarrje që është duke kryer, por produkti kësaj reforme janë dhe ndarjet e qarta të përgjegjësisë ndaj secilit institucion. Përgjegjëse për vrasje nuk jam unë, jeni ju nga mëngjesi deri në darkë me këtë gjuhë që përdorni. Dhe më vjen keq se gjithë qytetarët arrin ta kuptojnë këtë, është e kotë që më tregon me gisht. Nuk më intimidon duke më treguar me gisht. Unë jam një grua në detyrë dhe duke përdorur këtë gjuhë, ja ku e keni dëshminë e qartë që kjo gjuhë juaja ka krijuar të gjithë ngarkesë politike. Mos e politizo edhe një herë zoti Noka, mos e politizo situatën, je duke bërë politikë dhe duke drejtuar gishtin institucioneve. Zoti Noka, vërejtje sipas nenit 64 rregullores. Turp të kesh ti nga mëngjesi deri në darkë, sepse me kaq vite sa ke në këtë kuvend do duhet ta kishe ndryshuar narrativën politike dhe sot nuk do kishe prodhuar të tilla situata. Po ato shikoj kthej nga vetja gjitha këto që thua, këto mbaj për vete.